Dy fjalë për monologun e mashtrimit të dielës së radhës të Edi Ramës. Në këtë monolog, sot ai rau gjoksin me udhëtimin që bëri, duke harruar se kudo që shkon, kudo që shkel, ka damkën e hajdutit dhe të kryeministit më të korruptuar në Europë. Mediat e Italisë, Spanjës, Austrisë, Gjermanisë dhe mbar Europës dhe botës përcollën me mbështetje të jashtëzakonshme denancimin që kryetarët e Shqipërisë i bën protestë e fundit kryehajdutit Edi Rama dhe kërkesën mbar popullore për dorëheqjen e tij. U ndal në monologun e tij duke paraqitur shifra dhe dhëna ekonomike të cilat provojnë absolutisht më së miri ignorancën e tij të plot në ekonomi apo tabula rasa. Po jap vetëm një shembull. Njëherë thot se buxheti ishte 4 miliard në qeverinë e mëparshme dhe GDP-ja ishte 10 miliard në total. Ai harron se me këtë i bën një nder të jashtëzakonshme qeverisë mëparshme e cila kishte një barë fiskale sa gjysmë e kësaj që sot. Të ndarmi pak përsëri tek avokatia që ai bëri Armando Lilos dhe pallatit në flak të tij. Përsëri Edi Rama mori përsipër ekspertin, mori përsipër avokatin e Armando Lilos dhe deklaroi se zjarri nuk kishte lidhje me ndërtimin dhe se fasada ishte ndërtuar me materialet më të mira, në standardet më të mira në kohë kur ajo mori flak si fasad kashte. Ai deklaroi se pallatin do ta ndërtojë, përsëri ndërtuesi, po nëse ndërtuesi nuk ka përgjegjësi për djegën e pallatit, si mund ta ngarkosh atë për ndërtimin e tij? Pra, tregon një lloj lidhje të pazgjidhshme me atë ndërtues, siç është me ndërtuesit tjerë. Kurse pas ndërtuesit sigurisht përgjegjës kryesor është ai vetë Merion Velin, sepse zjarrfikset nuk u futen dot në zonën ku duhet të shuanin zjarrin. Interesante në këtë monolog ishte pjesa që përpiqej të shpërfaqej si një njeri me interesim të madh për veriun, të cilin e ka diskriminuar në 12 vjet më shumë se çdo pushtues tjetër që ka kaluar në këtë vend. Investimet në të gjithë veriun e Shqipërisë janë më të vogla se sa tendrat që ka fituar nga Tërmet Peçi, motra e tij në Tepelen. Pra, dhe tani thot se nga paketa e maleve do kaloj tek porta e maleve në një kohë kur rrafshoi ndërtime të ndërtuara në tokën e Babës, ndërtime të ndërtuara me leje në rreth dhe në zona tjera vetëm për armiqësi politike ndaj tyre. E vërteta është se të gjitha këto dëshmojnë se përveç mashtrimit, Edi Ramës nuk i ka mbetur asnjë armë tjetër, asnjë mjet tjetër. Ndaj dhe një herë, ftoj qytetarët të vazhdojmë betejën tonë, të vazhdojmë misionin tonë me kryengritjen tonë paqësore për largimin e tij sa më shpejt nga pushteti. Shqiptarët kudo që janë, miqtë e Shqipërisë kudo në botë, i dhanë dhe i japin një mbështetje të jashtëzakonshme kryengrisëve paqësorë shqiptarë në misionin e tyre për shpëtimin e Shqipërisë. Faleminderit.